Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës ka mbajtur sot një takim me banorët e fshatit Bishtazhin, ku është diskutuar për çështjet me rëndësi për këtë komunitet dhe zhvillimin e komunës së Gjakovës. Yzëtona parish, se nëse na kena me marrë fuqizimin, shtetin tuaj, kena me qenë shumë seriozisht pranë jush edhe pranë kërkesave tuaja, për shkak të ndershmërisë tuaj, për shkak të mbështetjes tuaj që na keni dhënë ndërlidhje, me besimin më të madh se kësaj radhe Bishtazhini ka me qenë shembull në shtetet botës për shërbëkët. Krejt Partia Shqiptare Demokraciane në Gjakovë e ka kthy fokusin në këtë bashki lokale dhe na kemi bindje se kemi fitu Bishtazhinin, kemi fitu Dorin, kemi fitu Bërkosin, kemi fitu Becin, kemi fitu fshatin atje vendvodimin në Bardhaniq, po kemi fitu edhe disa vendbanime që kur s'kemi qenë na fitu, s'kemi fitu disa zona të votimit ose qena të votimit. Shala theksoi se prioriteti i tij do të jetë përfshirja e çdo fshati në proceset e zhvillimit, duke siguruar se zëri i qytetarëve do të ndëgjohet dhe nevojat e tyre do të jenë në qendër të qeverisjes komunale.